أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk e takon adhurim as kujt më drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob i dërguar I Tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi ta, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Imam Taberiu dhe disa prej dietarëve të tjerë të Kuranit e tregojnë për një rast që ka ndodhur qysh herët që Allah subhanahu wa përmend në librin e tij, për një popull I cili iku nga dheu I tij sepse frikojshin nga vdekja. Hasan al-Basri thotë rahimullah që ata ikën nga fshati I tyre, nga vendlindja e tyre shkaku I epidemisë, edhe mendonin që të gjithë do të vdesnin, për këtë arsye u larguan të gjithë duke shpresuar se kështu do të shpëtojnë. Ibn Abbasi thotë që ata kanë qenë diku 4000 persona. Allah subhanahu u thotë atyre mutu, ndroni jetë, vdesni edhe ata vdesin gjithë. Pastaj Allah subhanahu sërish I ngjall. Dhe kështu u bën me dije atyre se sa I fuqishëm që është Allah subhanahu. Dhe se jeta dhe vdekja janë në dorën e Allahut dhe nuk ka mundësi që njeriu të ikë e xhelit të tij. Pastaj Allah subhanahu I ngjalli dhe ata jetuan derisa e kishin e xhelin e tyre. Allah subhanahu këtë rast e përmend në Kur'an edhe thot alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum inna Allaha ladhu fadlin ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun. Thot vallë, e di ti për atë popull I cili u largua nga vendlindja e vet me qëllim që të hikin nga vdekja e rrugës Allahu subhanahu u tha atyre vdesni të gjithë ndruan jetë, pastaj Allahu I ngjalli ata e Allahu subhanahu këtë formë tregon bujarinë e tij që e ka për njerëzit, edhe pse shumica e njerëzve megjithatë nuk janë mirënjohës ndaj Allahut azza wa jall. Ky rrafim që Allah subhanahu përmend në Kur'an neve na sqaron një realitet se vdekja e ka kohën e vet. Dhe këtë kohë nuk ka mundësi ta caktojë dikush tjetër. Sado që dikush mundohet që ta ndryshojë e xhelin ose do thotë ikë vdekjes nuk ka mundësi. Vdekja është e caktuar prej anës Allahut momentin që vjen ai çast, njeriu patjetër e ka që të ndrojë jetë. S'ka mundësi për me hik. Sado që ai mundohet, sado që ai hulumton edhe dëshiron që të shpikën diçka e cila do t'i japë atij përjetësi, megjithatë nuk ka mundësi që të ndodhe asnjëherë kjo kurrë. Allah subhanahu për këtë arsye thot kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah thot ju të cilët po hikni nga vdekja, dini që Allah subhanahu një ditë prej ditëve do të vjen momenti ku e dërgon melekun e vdekjes. Edhe ma merr shpirtin dhe s'ka mundësi të iket atij e pastaj ju do të ktheheni te Allahu I cili është ai që e njeh të dukshmën edhe të padukshmën, edhe pastaj ju do të jepni llogari për atë të cilën e keni vepruar. Ka njerëz fatkeqësisht që mendojnë se nëse ndërtojnë pallate të fortifikuara mbi tokë, nën tokë, diku në det, ose dikush mendojnë që dhe lajt ka mundësi të iket vdekjes. Asesi kjo nuk ka mundësi që të ndodhë. Ka pas njerëz edhe më herët që kanë menduar këtë formë. Megjithatë do thotë kanë dështuar dhe ata janë sot prej banorëve të varrezave. Edhe sot fatkeqësisht kemi njerëz të cilët mendojnë se nëse ndërtojnë një pallat, edhe ata fshehen brenda atij pallati fortifikuar, edhe me vete kanë ushtri të mëdha, nuk ka mundësi që meleku I vdekjes të deporton, megjithatë ata vetëm se mashtrojnë veten e tyre për shkak se meleku I vdekjes nuk njeh fortifikat, nuk njeh pushtet, nuk njeh kufi, meleku I vdekjes deporton deri në atë vend ku je ti. Prandaj Allah subhanahu tha aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Kudo që gjindeni ju, qoftë edhe nëpër pallate të fortifikuara, vdekja do t'ju zë atje ku jeni. Momentin që zbret vdekja deri te një person, edhe krejt familjarët e tij nëse grumbullohen, dhe krejt njerëzit e dunjos, shoqëri, dashamir, ushtri, gjithë edhe mundohen që t'ja shtyjnë pak atij vdekjen, nuk ka mundësi. Vdekja nuk ka mundësi as që shtyhet, as që përgutet që ndodhet diçka më shpejt, për shkak se momenti që është I caktuar, ai moment pritet dhe meleku e pret atë kohë.
momentin që vjen, atëherë meleku i nxjerr shpirtin, edhe s'ka mundësi që ky realitet që të ndryshojë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Allah tha, kur vjen ky moment, s'ka mundësi dikush që ta shtyjë atë, edhe s'ka mundësi që ta përngute atë që të ndodhen më parë. Sado që njeriu ka pushtet, dhe sado që njeriu ka pozitë, dhe sado që njeriu ka pasuri, nuk ka mundësi që të bëhet tregti me çështjen e vdekjes. S'ka mundësi. Pasuria jote që e ke në konto me miliona, a ka mundësi që të shpëtojë nga vdekja? Asesi jo. Pozita jote që e ke, mbret, pushtetar, a ka mundësi që ta ndryshojë këtë realitet? Asesi jo. Fuqia jote që e ke, sado që je i fortë, edhe sado që njerëzit frikson, a ka mundësi që ta ndryshojnë këtë realitet? S'ka mundësi për me ndryshu. Nuk shpëton as pasuria, e as fama, e as nomi, e as pozita, as fuqia, as pasuria. As njëra prej tyre nuk ka mundësi që ta ndryshojë këtë realitet. Allahu subhanahu wa taala tha: "Kul fatra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin." Largojeni ose largojeni ju vdekjen. A ka mundësi që ta largoni ju atë? S'ka mundësi. Nëse ju thoni që ka mundësi, nëse ju thoni edhe mendoni që pas ka mundësi që të ndryshohet, atëherë lirisht largojeni, ama s'ka mundësi. As ju s'ka mundësi për me ikë, edhe vdekja nuk largohet për juve, po vdekja do vije dhe do jezëja atë moment që Allah subhanahu ka caktuar për juve. Për shkak se njerëzit shpesh herë neglizhojnë çështjen e vdekjes, edhe nuk duan realisht e urrejnë që të përmendet ajo. Allah subhanahu përmendi shpesh në Kur'an. Allah subhanahu di robën e tij, e di që e do dunjon dhe e do joshet pasoj, e do pasurinë, i do bukuritë e kësaj dunjoje, andaj nuk dëshiron diçka që t'ja prishet atë qef, atë kënaqësi, atë joshje. Edhe kur përmendet vdekja e keni pa njeriu që dëshiron me dëgju, zakonisht temat më të padëshiruara janë temat rreth vdekjes. Edhe pse këto tema realisht kërkon, Allah subhanahu ka përmend shpesh në Kur'an. Ky është qëllimi. Qëllimi është që njeriu ta kujtojë sa më shpesh vdekjen edhe të përgatitet për të. Për shkak se nuk ka mundësi që njeriu ndryshe të izbutet zemra e tij. Allah subhanahu përmend madje që ai është i cili ka kriju jetën edhe vdekjen. Ai ta jep vdekjen, ai ta jep jetën, ai ta merr jetën. Nuk ka mundësi që ndryshohet ky realitet. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili e krijoi jetën dhe vdekjen me një qëllim, që juve që sprovoje, që ta shohë se cili prej juve është më vepërmiri. Andaj vdekja llogaritet si një gotë që secili prej neve ka patjetër që ta përdorë atë. Nuk ka mundësi që të iket. Allahu subhanahu wa taala: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo shpirt do e përjetojë vdekjen. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Allahu pastaj tha: "Ju shpërblimet e juaja që keni marrë në këtë dunjë do t'i shihni ditën e Kiametit dhe gjithë do të merreni me to." Dhe tha Allahu subhanahu wa taala: "Ai i cili shpëton nga zjarri i xhenimit dhe hyn në xhenet, me të vërtetë ky është ai i cili ka fituar." Dhe jeta e kësaj dunjë nuk është diçka tjetër përveç se një mashtrim i cili ty të mashtron realisht, po dikur më vonë e sheh që realisht dunjoja pas ka qenë një mashtrim iluzionar, dhe iluzion thjesht, joshje e cila të ka josht ka mashtru, ke shku pasaj para ke po në fund që nuk ka mundësi për në morë me vete, sepse edhe para teja ata që kanë shku nuk kanë pas mundësi ta morin me vete, i kanë marrë vetëm se veprat e tyre. Allah subhanahu wa taala e shkroi ose e caktoi vdekjen për secilin prej neve, çdo krijes, gjin, njeri, nuk ka i cili do të mbetet këtë dunjë përveç se fytyrës Allahut subhanahu wa taala, i cili thot Allah subhanahu wa taala: "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Çdo gjë ka përfundim dhe çdo gjë do përfundojë përveç se fytyrës Allahut, atij që është bujari i ndershmi edhe i cili është i madhërisht. Po ashtu thot Allah subhanahu wa taala: "Kullu shay'in halikun illa wajha." Çdo gjë do shkatërrohet përveç se fytyra e Allahut subhanahu wa taala. E nuk ka njeri i cili nuk do ndrojë jetë. Madje edhe krijesa më e dashur te Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sa Allah subhanahu wa taala pra lemroi tha: "Innaka mayyitun wa innahum mayyidun." Tha ti do ndrosh jetën Muhammed, edhe ata do ndrojnë pa qëtër jetë. S'ka mundësi për me jetu në përjetësi, s'ka mundësi. Sa do që zgjatë 60, 70, 80, 100, 200, 1000, me gjithat do vije momenti kur se cili prej neve do ndrozoj shpirtin. Allah të zgjer, Allah i përshkoi Kur'an ata që e harrojnë vdekjen, edhe janë të shkujdesur kundrejt vdekjes. Allah subhanahu i përshkoi dhe tha: "Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun."
Kur është pyet që dunjaja atë din çdo gjë, ekspert. E ke pa për dunjë, çdo gjë e di. E di kët, e di atë, ka informacione për çdo sen. I intereson që të shkojë pasaj, që studioje, që të mësoje, ta shtoje diturinë e tij. Po kur është pyetja ahireti i tij, nuk ka fare interes. E praktikë çdo sen që ka të bëjë me fen Allahut, me përgatitjen e tij për vdekjen e tij dhe për ahiretin e tij. Hasan al-Basri thoshte pashallah, ka njeri që do të arrijë gradën e diturisë derisa e vendon dinarin mbi thonjën e tij. Dhe e di mirë se sa ai peshon, po kur e shef nonën tjetër e shef që nuk di për me fal namazin. Sot ke njeri i cili është ekspert i shumë fushave. Kur është pyetje namazi, gjëja më e thjeshtë, obligimi i tij që e ka në raport me Zotin e tij, e neglizhon edhe nuk di për më fal. Ashtë çudi, atë nonën tjetër i di 10 gjuhë tjera, ekspert i shumë fushave, ka njohuri të ndryshme, ka aftësi të ndryshme, megjithatë namazin e tij nuk e fal. S'di për me fal, pse se nuk ka interes. E ky person tregon qartë që ky është marrë me dunjon. Dhe dunjoja ka qenë ajo e cila ka mbishundu në zemrën e tij, kurse kur është pyetje ahireti e ka praktikë krejtësisht dhe fare nuk e ka interesuar çështja e ahiretit ose vdekjes tij dhe ajo që do të vijë më pas, vetëm se Allah zonë e di kohën e vdekjes. Dhe nuk ka mundësi që ta dijë askush. Askush, asnjë pejgamber nuk e ka ditë. Asnjë njeri i cili pretendon që e di tërmën, nuk ka mundësi me ditë vdekjen e tij, për shkak se kjo mbetet vetëm se për Allahun azza wa jall. Me pas ditë njeriu se kur do ndrojë jetë, çfarë do kishte ndodhur në këtë dunjë. Ka mos? Po Allah azza wa jall e fshehu me qëllim që njeriu të jetë nga dishmëri në vazhdimsi të përgatitet për ahiretin e tij. E Allah azza wa jall tha ma tadri nafsun madha taksibu gada. Njeriu nuk e di se çfarë do ndodhe me të nesërmen. Wa ma tadri nafsun bi ay ardhin tamut. Dhe njeriu nuk e di se ku do ndrojë jetë, çfarë tokë. Nuk e di, jep këtu, nesër udhton gjatë rrugtimit tan ndron jetë. Gjenazën ta sjellin më vonë ose ndoshta edhe mbetesh atje. Ti ke shpresuar që ndrosh jetë me një vend caktuar, megjithatë Allah zotë nuk e ka shkruar ashtu. Ne nuk e dim, Allahu e di. Pa ju na mbetet që ne ta lutim Allahun që Allah na mësojë që vetëm se shpirtin të na marrë me iman. E pastaj kur Allah zotë normalisht e dërgon melekun e tij, melekun e vdekjes, atëherë vjen ja merr shpirtin edhe e dërgon për te Zoti i tij me qëllim që të qape llogari. Çdo njeri i cili është i shkujdesur e ka harruar vdekjen e tij. Normalisht që e shef që ai nuk përgatitet për këtë moment. Prandaj edhe përqendrimi në fund, në momentet e fundit, të ai e shef që nuk është stabil. Momenti i fundit është momenti më i rënd, kur njeriu para se t'ia dorëzojë shpirtin Allahut azza wa jall, e gjen vështirësinë e tij, agonit e vdekjes janë tronda. Në atë moment kërkohet përqendrim, nëse njeriu nuk ka stabilitet, nuk ka përqendrim në ato momente, atëherë shejtani luan me të shumë lehtë. Iblisi e shfrytëzon krejt arsenalin e tij, me qëllim që të mundohet ta devijojë në atë moment birin Ademi që të ketë mendim të keq për Allahun azza wa jall. Kjo është e rëndë që njeriu në momentin e fundit, në vend se të ketë mendim të mirë, ai ka mendim të keq për Zotin e tij. Shpeshherë ka mundësi që ti përfiturohet me pamjen e babas ose nanës së tij, e ta nxjisë që ta ndryshojë fenë e tij, o të bëhet i krishter, o të bëhet i çifut, edhe pastaj të shkojë te Zoti i tij si jo besimtar. Kjo është më e rënda, andaj njeriu duhet që ta kuptojë se nëse dëshiron stabilitet, paqetër duhet përmjetu si musliman dhe me qenë i qëndrueshëm në atë që e thot dhe në atë që e beson, që edhe në fund Allah subhanahu t'i jape atij qëndrueshmëri edhe t'i jape atij stabilitet. Allah subhanahu thot yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah e përforcon atë që beson me fjalën përforcuese në jetën e kësaj dunjoje dhe në jetën e ahiretit. E fjala përforcuese është fjala la ilaha illallah. Mirë, po kjo fjalë normalisht që duhet që t'i besohet edhe pastaj të veprohet me të edhe të punohet, që Allah subhanahu pastaj ta shohet atë robën e tij, zemrën e tij, që me të vërtetë e pasa ky me sinqeritet edhe në fund t'ia përqendroje imanin e tij dhe t'ia dorëzojë amanetin Allahut si musliman. Abdullahu i biri Imam Ahmedit e tregon rastin e babas së vet. Baba i vet ka qenë dietar i njohur, asket i njohur. Njeri i cili ka pas peshë dhe famë dhe nam, edhe ka qenë njeri i dhënën pas adhurimit të Allahut azza wa jall. Megjithatë momentet e fundit ishin trënda për te. I binte fik pastaj kthehej edhe pasi që ishte më i thellë në mendjen e tij, e pyeti biri vet se ndërkohë thoshte jo ende, pse baba jem? Thoshte jo ende, i tregoi Imam Ahmeti, i tha që shejtani në ato momente i thoshte atij, o Ahmet, më ike dhe nuk pata mundësi që të mashtroj, e i thosha jo ende, deri kur, derisa që të dorëzoj amanetin Allahut,
edhe atëherë qemi qetë. Për shkak se deri në atë moment nuk ka mundësi që njeriu të jetë i sigurt veten e tij. Nëse dikush mendon që është i sigurt, në veçantë këto çaste, atëherë ai gabon, për shkak se kjo siguri realisht është mashtrim prej shejtanit i cili mundohet që ta binde birin Ademit që e kaloi këtë provë, e kaloi këtë provim, megjithatë ai realisht ka dështuar e nuk e ka kalu. E kalon provimin vetëm sa atëherë kur ja dorëzon shpirtin Allahu ta zogjel i qetë, i rahatshëm. Agonia e vdekjes siç e përmenda është e rëndë. Njerëzit e mirë frigoheshin nga agonia e vdekjes, kurse të devotshmit qonin e dinin mirë se çfarë do thotë agonia e vdekjes. Pejgamberi sa sem pavarësisht emri që e kishte dhe pozitës të Allahu subhanahu wa taala, agonia e tij ishte e rëndë. U pyet Ebu Derda momentin e fundit, pasi që kur e pa që mo erdhi vdekja e tij dhe thoshte, a ka njeri i cili përgatitet për këtë moment? A ka njeri i cili përgatitet për këtë çast? A ka njeri i cili përgatitet për këtë ditë? E gruaja vet i tha, o Ebu Derda, ti ke qenë ai i cili ke shoqëruar pejgamberin Allahu azza xhel, pse po qan? I tha, pse mos qaj? Kur nuk e di se çfarë do të shohun nga gjunat e mia, nuk e di se si do t'i dalun e Zotit tim përpara, edhe nuk e di se si unë do të jem ai i cili do të dal përpara me gjitha ato gjunahe që mbulojnë, nuk e di Allahu a më ka fal apo nuk më ka fal. E këtu nuk luan rol që unë kam shoqëruar pejgamberin Allahut, nuk luan rol se unë babën e kam hoq, nuk luan rol se unë familjen e kam musliman, ose nuk luan rol se unë gruajin ose fëmin e kam dikushi, edhe dikush nuk luan rol. Secili për veten e tij, secili do çapë llogari para Zotit të tij. Shkaku i asaj, sepse njerëzit nuk përgatiten për ahiretin, është se ata e duan dunjon edhe ndërtojnë dunjon e prishin ahiretin. E kush është ai budalla i cili kur ndërton diçka dëshiron që të kalohet ajo e cila e prish vet. Kështu është edhe njeriu. E ndërton dunjon e prishën ahiretin e tij. Nuk do për me praktikë atë që e ka ndërtuar edhe të shkojë te ajo që e ka shkatruar. Prandaj thot Yahya ibn Abi Kathir, kur erdhi Sulejman ibn Abdul Malik në Medinë dhe hyri e pyeti kush është, a ka njeri i cili ka shoqëruar Saul? I than po është Ebu Hazim e thirrën, edhe e pyeti o Ebu Hazim, pse njerëzit thanë nuk duan që të vdesin? Pse urojnë vdekjen? Atëherë tha Ebu Hazim, për shkak se ata e ndërtuan dunjon e prishën ahiretin, e nuk duan që të shkojnë te ajo që e prishën e ta braktisin atë që e ndërtuan në këtë dunjo. I tha vetë vërtetën. Tha Ebu Hazim, tregon, tha, si do qetë gjendja jon para Allahut, si do qetë çështja jon me Allahun, tha, prezantoj veprat e tua, tha, para Kur'anit. E ku ta gjen kët? Tha, te fjala e Allahut azza xhel, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Tha se pun mirët do të jenë në xhennet, kurse ata që kanë punu keq do të jenë në xhenemin e Allahut azza xhel. E tha o Ebu Hazim, tha ku është rahmeti Allahut azza xhel? Atëherë Ebu Hazim e përmendi ajetin ku Allahu azza xhel tha, karibun minal muhsinin, është afër atyre të cilët janë bamirësa, të cilët e njohin Allahun dhe mundon që t'i afrojnë atij me veprat e mira. Pastaj i tha Sulejmani, i tha si do të jetë prezantimi jon para Allahut ditën e Kiametit. I tha Ebu Hazim, ai i cili ka punu mirë do të jetë sikur sa ai i cili ka mungu gjatë prej familjes së tij, me nxiprat i takon ata dhe ata ta takojnë atë, do thotë gëzueshëm, të lumtur, kurse ai i cili ka punu keq do të jetë si një rob i cili ka ikë prej padronit të tij, edhe e marrin e çojnë deri te padroni i tij. Si është gjendja e tij? Gjendja e tij padyshim që është e keqe. Atëre filloi Sulejmani që çon, e ngriti zërin e tij edhe i tha, më këshillo shkurt. I tha Ebu Hazim, tha, madhëroje Zotin tënë, edhe rujës që mos shohe Zoti yt në atë vend që ai nuk e do, dhe kujdesu që të gjeje aty që ai ka urdhëru, do thot madhëroj Zotin. Ruju mos shohin ato vende që i ka ndalu, dhe kujdesu që të shohen atë vend që për ty e ka urdhëru. Atëre ke shpëtim, edhe kjo për ty është siguria dhe garancë që do shpëtosh në dunjë dhe në ahiret. Elusë Allah që në bëm për i tyre, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Përveç Allahu subhanahu wa taala përmendi shpesh vdekjen në librin e tij dhe i këshilloi njerëzit që ta përmendin dhe ta kujtojnë sa më shpesh që zbutet zemra atyre dhe ta kujtojnë realitetin se ku do shkojnë ata. Edhe po ashtu të përgatiten për vdekjen e tyre dhe për atë që i pret në ahiret. Po ashtu pejgamberi sesem në shumë hadithe kujdeset që t'i këshillon shokët e tij, të imson, nuk kishte rast edhe moment që pejgamberi e gjente mundësin, i jepe i rasti vetëm se i këshillon të ata ta kujtojnë vdekjen sa më shpesh. E Burera thot që pejgamberi sesem ka thonën, shpeshtone kujtone më shpesh atë që u aprish juve qejfet, u aprish lezetin në shpirt. Kush është përveç vdekjes? Askush nuk ka mundësi.
Gjitha anomali, dukurit, negativ, çka do me paraqit, njeriu nuk ja prish qefin brendësi. Mirë po kur përmendet vdekja, atëherë ngjihet i ftoft. Ose kur e shet dikën një të vdekur, ose prezanton me një xhenoze, atëherë kujton ahiretin, i ftohet dunjoja, edhe kështu i prishin gjitha ato qefe në shpirtin e tij. Atëherë kujton se kush është dhe ku do shkojë. E kush e shpeshton, pa dyshim që kjo do t'ja lehtësojë çështjen e tij. Atij që Allah Zogjel ja ka lehtësuar dunjon, edhe i ka dhënë pasuri, edhe i ka dhënë begati edhe mirësi, kur e kujton vdekjen dunjoja ti ngushtohet. Kurse atij që është ngushtuar dunjoja, edhe nuk ka nga kjo dunjë përveç se vuajtje, kur e kujton vdekjen dunjoja e tij zgjerohet për shkak se e di se vuajtja e tij nuk është e vazhdueshme. Një ditë për ditëve ajo do ndërpritet, edhe ai do të shpëtojë. Kurse ai i cili ka pasuri, edhe ka rati, edhe ka shumë mirësi, ai kur e kujton vdekjen, dunjoja e tij ngushtohet edhe kështu e bën një lloj baraspeshe, jeton mes frikës edhe mes shpresës, edhe përgatitet për vdekjen e tij. Ibn Omeri thot që erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu duke qenë në prezant edhe e pyeti ishte ensar, për banorët e Medinës. I tha ja Rasulullah, tha më tregon do thot se cili njeri është, cili besimtar është më i miri. I tha pejgamberi ai cili ka moral më të mirë. Ky është më i miri. Po i tha ja Rasulullah, cili është më i mençuri? Më i mençuri, tha pejgamberi sallallahu është ai i cili e shpeshton vdekjen, kujtimin e vdekjes, edhe përgatitet më së miri për vdekjen e tij. Ky është i mençuri. Do thotë që i mençur që ka ai personi i cili e njeh Zotin e tij, përgatitet për vdekjen e tij, edhe kujton ahiretin, edhe mundohet që sa më tepër ta përmirësojë ahiretin e tij, edhe nëse i prishet dunjoja e tij. Ky është njeri i mençur. Njeri i mençur me shumë fakultete e me shumë aftësi, po nuk e njeh Zotin e tij, atëherë nuk di se si më thon atij njeri i mençur. Ndoshta e ka një fushë prej fushave që njeh ka informacione të bollshme. Ndoshta është një lloj eksperti, megjithatë kur është në pyetje raportin me Zotin e tij, ai nuk ka raport. Kurse ahireti i tij është më i rëndësishëm se se është i përjetshëm, kurse dunjoja e tij është e përkohshme, e ai i cili e prish të përjetshmën e tij për të përkohshmën e tij, ai njeriu nuk është i mençur. Prandaj thotë Shedad ibn Abu Sufjan ditë tjetër, thotë që pejgamberi sallallahu tha i mençur është ai i cili llogarit veten e tij, gjunat e tij, veprat e mira të tij, edhe punon për pas vdekjes së tij. Kurse i paft është ai i cili ndjek epshet e tij, edhe pastaj shpreson te Zoti i tij. Ky person i ndjek epshet, pasionet e tij, shkon pas tyre, hyn në për gjuna, edhe pastaj thot Allahu ma fal. Po Allah fal, është e vërtet. Mirë, po Allah Zogjel dëshiron për te diçka tjetër. Dëshiron që ti realisht me pas një betejë me epshet e tua. Ti me luftu, e nëse dështon nuk ka problem, nuk ka fundi i dunjos. Pra vazhdon, ngritesh, ama kur nuk lufton, e ti jepesh pas tyre, pastaj shpreson rahmetin Allahut. Këtu është problemi kryesor, se pikpyetja është Allahu mëshiron dhe pikpyetja është Allahu ata mundson. Andaj njeriu i mençur është ai i cili kujton vdekjen, i zbutet zemra e tij, i largohet harameve, mundohet që ta gjejë Allahu ose mundohet që të qet në ato vende ku Allahu Zogjel do thotë i do ato vende. Mundohet që qëndroj aty, mundohet që qet aty, ti afrohet sa më tepër Zotit ti, ti shtoje të mirat e ti, që pas vdekjes së tij ti marr ato, sepse me vete nuk e merr as pasurinë, as fëmijën, as gruan, as pushtetin, as modin, as pozitën, i merr vetëm se veprat e mira, edhe ato do të qenë vetëm se me ty e dikush tjetër jo. Elus Allahun Zogjel që Allah na forcon, elus Allahun që ta mësoj që sa më shpesh ta kujtojmë vdekjen, edhe elus Allahun që Allah Zogjel na mësoj që të zbusim zemrat e tona. Ta ndërtojmë ahiretin ton para se ta ndërtojmë dunjon ton, elus Allahun që kujtimi i vdekjes të jetë shkak për shtimin e veprave të mira tona, edhe afrimin ka Allah Zogjel, edhe elus Allahun që çdo musliman të gjallë të vdekur Allah Zogjel të mëshiron. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.